Selam hoxh, shumë mendime të këqija më vinë dhe më rëndohet koka. Bëj dua, po prap keq thot ndihem. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Lusë Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo gjë. Të këshilloj që sa herë të vinë mendime të këqija, kërko mbrojtjen e Allahut të lartësuar prej shejtanit të mallkuar. Bëj sa më shumë dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dërgo sa më shumë salavate mbi profetin alayhi salam. Dhe dhikrin mos e ndal. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Dhe mundohu mos lesh boshllëk, angazhohu me gjëra që të bëjnë dobi. Sa herë vinë mendimet këqija, angazhohu me gjëra që bëjnë dobi.